Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të mërkur datë 15 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin: politika në Shqipëri e Kosovë nuk mendon për të ardhmen, por për zgjedhjet e radhës. Në Shqipëri shikoj vetëm të moshuar me syt nga dera, ekskluzive me këngëtaren Alida Hisku. Kryeministri Rama, rekord vizitorësh në sitet kulturore për vitin 2025, inteligjenca artificiale, mundësi për zhvillim të shpejt. Në gazetën Dita mund të lexoni korrigjim jo zhbërje. Një koment pas deklaratës së djeshme të kryeprokurorit të posaçëm për mbarimin e një koshëm të mandatit për 11 anëtar të trupës së SPAK. Miliona borxhe dhe parazitizëm. Dëgjesa në kuvend kthehet në vajtim për televizionin publik. Apel për mungesën e abirateronit dhe përgjegjësitë për këtë neglizhencë të pafalshme. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni kujdes me sasinë e arrave gjatë ditës. Në gazetën Panorama mund të lexoni raportimin në kuvend nga rasti me Gonigal tek afera e portit, përgjigjet kreu i SPAK. Nga kamarierët e juristët, tregu shqiptar kërkon mbi 6900 punonjës. Listat e reja, pronarët që kompensohen financiarisht. Në Panorama Sport mund të lexoni Hysaj, zotëria 94, pen kam Kroatsin. Silvinho, debutuesi treguan cilësi, rekordi Elseidit është unik për ne. Spektakël i kombëtares tani për nëntorin e dytë. Tabeku mbetet më i shtrenjtë te Bardhe Blut. Nga veriu në jug kthehet futbolli vendas. Laçi dhe Korabi zyrtarizojnë kalimin e turit.